po ndodh me Gjesin? A është momentalisht njëri ma i klikuar, ma viral? Të më drejtën, unë i kam nxjerrë disa statistika që përfshin periudhën prej kur ka fillu Big Brother VIP Albania, po në këtë periudhën e fundit, 7 ditë të fundit, Gjesti ka qenë një lloj eklipsi për siç është për rastin e diellit edhe për banorët e tjerë, e ka marrë me mendjen e plot. Megjithëse këtu tash na po referohemi statistika prej kur realisht ka nis Big Brother VIP Albania, edhe nëse mundemi pa kjo vija e kaltërt, nëse mundet regjia me qëndru tek fotografia e parë, ajo me ngjyrë të kaltërt ishte prej kur shpërtheu kështu Gjesti në Shqipëri edhe realisht e mori vëmendjen. Këtu i kemi kërkimet në web që janë bërë në përgjithësi në platformën në Google-it, edhe kjo është prej periudhës 1 dhjetor 2024 deri me 19 prill, pra faktikisht përfshin periudhën e ditës së sotme, edhe këtu shihet se qysh ka qëndru realisht në bazë të interesit të audiencës. Tani këtu e kemi një grafik që e paraqet të ndarë në 3 lokacione, në 3 shtete, në bazë edhe prej nga kanë qëndru më shumë edhe këta perceptimi im është këta janë realisht ata 3 finalistët që për një me kanë bërë lojë dhe kanë meritu me qenë ato, mendoj që Egli është vetë thjesht me plotësu nevojën e Gjestit edhe me kriju një Nuk hen në këto databaza. Jo, nuk mendoj që as e ka meritu me qenë ato për shkak të edhe mënyrës se si ka vazhdu, domthonë qëndrimi i saj në shtëpi, largimi, pastaj kthimi, është diskutabile ajo, a është dashur nga perceptimi im. Tash, nëse mundet regjia me qëndru të pjesa ku ishim të i diskutu perceptimet e opinionit tek shtetet, ishte të Kosova ato që ka, megjithëse faktikisht nuk e kemi ne, po këtu për shumë që mesatarja e interesimit të audiencës është tek Gjesti. Qëndrojmë të kjo foto? Te Kosova pra është 55% të Gjesti, 33% është të Rozana dhe 12% janë të Laerti, kërkimet që i bajnë njerëzit mbi për ta. Te Shqipëria është po ashtu dominante është Gjesti, megjithëse nuk po mrimi thanë tash direkt për drejt për shkak që sigurisht ka ndonjë problem teknik dhe nuk po qëndrojnë të dhënat. Është një lëvizje vazhdueshme, po cila do që paraqitet ne e komentojmë atë. Po shumë që Diamant se përpos Gjestit në linjën e kuqe që është Rozana dhe ajo ka një lëvizje dhe një ngritje goxha të lartë. Për një periudhë caktuar. Po, realisht kthejmë prapë të atë ku du dalë. Gjesti ka shku me kurorë në Big Brother VIP Albania. Prej eliminimit të ti nga një ballafaqim ose nga një televotim që ka qenë super... Me kurora? Po, definitivisht po. Ka shku si keng atje dhe ka shku realisht edhe si fitus. Dull këtu edhe u pas si viktim, e morë edhe gjithë audiencën që mriti me bë për veti dhe dërgoj në Shqipërinë këtë rast të formati që është aktualisht me ndjekur atje, po të mos shkojnë të Gjesti, reflektorat nuk do të ktheheshin, andej për shkak që fillimi ishte shumë i dobët, banorët nuk u pan gjithë me një farë skepticizmi se çka munden me ofru këta në një format tillë, po kur shkoi Gjesti është edhe ajo vija kur ne kemi pa që ka ndrru gjithçka në Big Brother VIP Albania. Tash vesh një element të Greqia me qenë se Laerti pra e ka një pjesë të madhe të jetës atje, shihet që ka humbë edhe nuk e gëzon pra popularitetin e plot, ose atë, si me thonë, atë interesin e plot të audiencës atje. Është i ndarë, në 33% pra është tek Gjesti, 30% tek Laerti dhe pjesa tjetër shkon tek Rozana, pra që edhe në vendin ku ka pas një kontribut madh dhe njihet më shumë nga atje, e ka një zbehje kështu. Derisa në Shqipëri për shembull shihet që Gjesti dominon me 41%, 38% është Rozana dhe 21%. Këto janë dhënat për kërkimet të njerëzve që i kanë bërë në Google realisht për të tregtat që janë finalist. Ndërkohë ne i pam edhe dhënat që janë përmes kërkimeve në YouTube ku ka pas edhe audiencë aktive, i kanë shikuar primat edhe i kanë shikuar edhe momentet pak më të xheruara prej atyre që ka ndodhur në shtëpi, por që Gjesti e ka ndru lojën atje. A mundemi me thonë që Gjesti ka qenë fenomeni të gjitha Big Brotherave? Për këtë fazë mundemi me thonë që po. Megjithëse është diskutimi që jo ka qenë Luizi, por me Gjestin ka qenë interesant për shkak që edhe periudha e qëndrimit. Do me thonë mënyra, jo për lojën, po për mënyrën se si ka arrit deri aty. Jo për lojën. Unë personalisht nuk kisha me thonë. Shpesh i krahasojnë edhe ndoshta Gjestin me Luizin.
A kanë diçka të përbashkët edhe a kanë bo lojën... Flokët. Veç flokët. Asë tjetër. Jo, për mendimin tam, jo. Unë mendoj që i lidhë dhe ajo ide që janë shumë insistues dhe nuk dorëzohen. Njëjtë dhe Gjesti, po dhe Luizi e di që herë pas here kanë pas periudha kur janë di ndoshta që nuk po duhen nga tjerë, nuk pranohen për tjerë, por kanë pas faza kur e kanë menduar dhe dorëzimin, por e kanë mri pra me rimar vetëm. Mendoj që insistimi i lidh ta dy njerëz edhe ajo kokëforcia që me i mri synimet që i kanë, i bën që me kanë të njëjtë në garën për cilën kanë qenë, po që ka qenë realisht Luizi dhe tash që është edhe Gjesti. Kjo edhe është ajo ngjashmëria mes tyre. Por edhe provokimet, që të dy i kanë pas provokimet kaq i banorëve të tjerë. Nuk i kanë kursy duke i provokuar. Po, vetëse në nivele të ndryshme. Gjithsesi Diamant në qoftë se i përkthejmë këto klikime në vota, a mund të votohet Gjesti sonte edhe ta fitoj Big Brother? Nuk isha befasu nëse nuk e fiton Big Brother në Gjesti, për shkak se tu e njoft formatin dhe mënyrën se si realisht shkon i gjithë procesi. Megjithse java e fundit e kanë ndihmu shumë, tu qenë viktim këtë rast e një raste çfarë kemi pa. Gjesti ka marrë për vete zemrat e shumë njerëzve edhe prej atyre që më herët nuk kanë komentuar ose nuk kanë folë për to. Edhe sigurisht që kjo ka ndiku pastaj tek masa ose njerëzit që janë të lidhur me ato figura që i përmendi edhe Vanesa, edhe ka kriju një perceptim më të mirë edhe sigurisht që do t'i përkthehet në votë kjo. Për nga interesimi, për nga numri, për nga vëmendja që ka pasur, sigurisht që nuk do të dyshim që Gjesti të jetë fitues, por nëse realisht vota do të jenë ndryshe prej perceptimit të opinionit, atëherë edhe nuk isha befasueshëm. Bardha pyeti për vota, po më intereson gjitha këto klikime nëse i kthejmë në para. Sa i vija, i bie që ka qenë fitimi goxha e mira. Me ditë me pare, me lek. Definitivisht, mundet me ju afru ndoshta milionave fituara nga rrjetet sociale. Miliona? Po. Milionit gjithsesi, ndoshta milionave jo, po milionit gjithsesi, po. Një shumë kohë. Shumë për neve. Sigurisht për këtë edhe ndoshta këto formate japin maksimumin. A është Big Brother VIP Albania Kosova dhe edhe Kosovës edhe Shqipërisë ndër më të shikueshmet? Po, në kohën bile së ndashëm kam qenë edhe në dyshin, edhe në treshin, në kohën sa ishim, gjatë kohës sa ishte, do të duke shku sezona e tretë, realisht e ka dominu komplet audiencën Big Brother VIP Kosova treshi, për dallim prej Albanian 4 që pat nisë në periudhën ndërsa po shkonte, por çka du me thonë është edhe një element tjetër që në vitin e kalum, sezona e dytë e Big Brother VIP Kosova është shpallur si një prej formateve më të ndjekura nga gjithë vendi kështu, edhe e ka marrë edhe një çmim pra nga vetë Benny J në këtë rast. A pritet me qenë edhe këtë vetë? Unë besoj që po, për shkak që ne sigurisht që kemi edhe organizimin më të mirë. Po besoj teknikisht jemi shumë më mirë edhe kemi çka me ofru. Nuk besoj që jemi harxhu me njerëz, sepse ka hala njerëz që munden me zgjuar interesim të audiencës, siç kanë qenë pra edhe këta tek sezona e tretë e Big Brother VIP Kosova. Me qenë se sot finalja Big Brother është tema kyçe, Diamant, sa po mendon prej përvojës tënde edhe për eksperiencës paraprake të shikimeve, sa ka më shku live sonte në Big Brother VIP Albania? Nuk e dija mirë me thonë, po një kam ato dyshimet e mia për sa i përket audiencës që është të qëndru në realisht në Big Brother VIP Albania. Është interesant marketingun me njek 300.000 njerëz, abeden, cili është interesi i audiencës me nejtë statik në marketing. Ne e dim që është logjiket e gjatë marketingut me ndru kanal ose me dalë me pushu ose me marrë me një aktivitet tjetër. Edhe unë mendoj që është pak artificiale e puna numrave që na po i shohim te Big Brother VIP Albania. Nuk mendoj që ka manipulime atë? Ka manipulime, nuk mendoj që mundet me ndodhë ky manipulim. Nuk mundet me kanë, unë e përmenda çështjen e marketingut, nuk mundet, unë kam qenë vetë mrapa në Big Brother VIP Kosova, edhe di që në kohën e marketingut
për një 20% dhe 30% audienca ka ra gjatë asoj periudhë, 10-15 minutë që i marketingut. Për shkak se interesi njerëzve nuk është me pa reklama, sa është me pa Big Brother. Po, ngjarje, debatin edhe gjithë ato diskutimet që ndodhin aty. Kështu që të qenë ajo audiencë statike e paleveshme në kohën e marketingut, veç duhet jetë artificiale ato. Unë kam dyshimet e mia ato, po gjithsesi është çështje që ata kanë pa që ndoshta është më mirë dhe për çështjen e emrit edhe marketingut që me kriju perceptim që e gjithë syt janë andej, por nuk mendoj që realiteti realisht qëndron ashtu. Pra, thua që në YouTube janë klikimet artificiale, pak të ndërhyra, ndoshta edhe të modifikuara, por në rrjetet sociale janë natyrale apo artificiale? Në rrjetet tjera sociale nuk mendoj që ka në një dozë të artificialitetit ose të ndërhyrjes, kështu po them. Unë e përmenda vetëm çështjen e live-it, po primat, konsideroj që prej fillimit nuk kanë qenë asnjëherë realisht, jo prej fillimit, sepse në fillim kur kanë startuar i kanë pas shumë pak interesim, edhe badje patën filluar edhe me nal, për shkak që e panë që po dalin ndoshta jo mirë, në krahasim me çysh ishin tu ndjek në Kosovë, Big Brother VIP Kosova, por që me shkuarjen e Gjestit edhe ata i dhanë pak një dorë kështu artificiale. Po, edhe u krijuaj perceptimi që gjithë reflektorat tani janë nga Big Brother VIP Albania dhe po shikohet në një masë shumë të madhe, pra ishin mbi 250.000, 300.000 njerëz, dhe më shumë se 300.000 njerëz që po e shikonin në kohë reale, derisa edhe po shfaqej i marketingut që prapë po kthehem këtu dhe jam, i kam ato dyshimet e mia se mund të kenë qenë reale gjithaj numër, gjithaj audiencë. Diamanda, mendon se ekziston për së vërteti kjo konkurenca Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania? Unë mendoj që kjo ndarje është bërë ma shumë nga vetë fancat, nga shikuesit, sepse formati është i njëjtë, gara është e njëjtë, ka dallu vetëm çmimet e na ka qenë më i lartë se sa atje, po përndryshe çdo gjë tjetër është e njëjtë, po është e folim edhe një gjuhë, gjitha këto janë të përbashkëta. Përveç se fancat e kanë bërë këtë dallim, ndoshta pak edhe mënyra se si është zhvilluar debati edhe në Shqipëri. Na e kemi brejtë që në kohën sa ka qenë Big Brother VIP Kosova, nuk ka qenë edhe shumë temë debati edhe nëpër media, zhvillimet dhe diskutimet, ngjarjet që kanë ndodhur në Big Brother VIP Kosova, derisa ne jemi marrë gati pothuajse me çdo detaj, edhe kemi diskutuar çdo ngjarje që kanë ndodhur atje. Sa jemi të përkrahja e Gjestit, është marrë një iniciativë, një organizim që me shku në Shqipëri edhe me përkrah direkt aty. Kush e ka organizuar edhe a e ke pasur sa njerëz janë të gatshëm me shku edhe me përkrah? Në profilin zyrtar të Gjestit në Instagram është bërë një njoftim kështu prej menaxhmentit të Gjestit që gjithçka do të jetë falas, domethënë transporti, shkuarja deri në Tiranë prej Prishtinës, edhe ka njoftuar që gjithë fansat që dojnë me pa, domethënë me dhon përkrahje Gjestit në Tiranë për finale që mundën domethënë me shku. Po ashtu, sot ose mbron vonë është bërë edhe një njoftim tjetër që nisja nuk ka me qenë prej orës 16, por ka me qenë prej orës 15, në mënyrë që këta me qenë ma herët për shkak me i kolonave ose diçka e tillë. Komente ka marrë këgjasi shumë edhe shpërnda, diku nuk e di sa shpërndarje pati tash, po në mëngjes kur e pash i pati diku 1500-1600 shpërndarje, që do me thonë prej tyre deri në 1000 munden me shku, kështu që nëse veç shkojnë 1000 prej tyre është goxha shumë. Është masive. Kanë shku edhe dje, për shkak që i lidhen tash edhe me pushimin e të hanës. Fundjava. Kështu që disa janë atje të prej dje.